të mësuar në Evropë, ta zëm, dhe regjistroi për herë të parë në Shqipëri, ai quhet një shqiptar i vogël apo një evropian. Pra, nuk ka rëndësi kur është regjistruar partia. E rëndësishme është mentaliteti që e ka ndërtuar për gjithë këto vite, në 34 vite, dhe gjithë ta që janë kryetarë të atyre mini partive të vogla që janë quajtur të reja deri dje, që s'kanë qenë fare të reja, të gjithë kanë pas funksione publike, ke partitë e vjetra. Për sa të reja mund të jenë. Në këto zgjedhje janë disa parti të reja, alternativ, të cilat pothuajse të gjitha bëjnë këtë thirrje. Mos votoni as majtas, as djathas, po ne. Jeni ju, është Shqipëria bëhet, është Lëvizja Bashk, është djathas për zhvillim një tjetër koalicion, është mundësia. Që të gjitha janë anti-sistem, të paktën dy partive kryesore. Përse shqiptarët duhet ju votojnë ju, kur në fletën e votimit janë 3 koalicione dhe disa partit të tjera të cilat të gjitha bëjnë të njëjtën thirrje. Okej. Duket sikur partitë e reja janë kaq shumë. Fakt nuk janë shumë, janë shumë pak. Pse janë pak? Në krahasim me vitet e tjera, të kuptoj. Janë më shumë. Spektri është më i gjerë. Ju kuptoj, po djathas për zhvillim është nga deputetët dhe nga PD-ja. Është një koalicion. Është një koalicion që nuk mbështet më ato parti ku kanë qenë diku. Do thoni që Lulzim Basha është parti e re. Është shpresa e Shqipërisë. Dalim këtu ke kjo. Absolutisht që nuk ka parti të reja vetëm Nisma dhe Shqipëria bëhet, koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Sigurisht që ka të tjera. Sigurisht që është Lëvizja Bashk, e cila është parti e re. Por, mbetemi kaq, është zonja Lenja Kocaqi, mbetemi kaq. Nuk mund të quajmë tani. Gjithsesi, të gjitha këto parti bëjnë të njëjtën thirrje. Përse duhet votojnë koalicionin tuaj? Në radhë të parë, nëse unë jo më kotë thash, unë i drejtohem gjithmonë shqiptarëve me dy gjëra, ose më saktë qytetarëve të Tiranës, me që unë kandidojnë në Tiranë, po të gjithë tjerët të njëjtën gjë bëjnë. Në radhë të parë, thirrja ime nuk është menjëherë vetëm Nisma Shqipëria bëhet. Votoni të rinjt. Nuk do jem. Do me thënë nuk ju vjen keq edhe nëse vota shkon për Lëvizjen Bashk, nëse votohet apo ka disa mandate deputet Arlind Qori, nuk ju vjen keq. Për mua ndëshkonit vjetra. Kjo është e para. E para. Në mënyrë absolute, në momentin kur ne kemi ndarë të vjetë me tren, patjetër që secili nga ne ka programet e tij. Dhe secili shkon tek mund kemi pika që bashkohemi, mund kemi pika që ndahemi, por unë nuk mund të dalë dhe të them sot, ose dikush nga të rinj të dali sot për mua dhe të thotë që shiko se Marseli po shkoj atje, dihet sepse ka qenë buxhet në shtetit, ka pasur vjedhjet e tij, nuk mund të bëj akuzat të tilla. Nuk kam sesi, nuk e kam të drejtën, nuk e kam qëllimin dhe nuk dua të merrem me këtë gjë. Unë merrem se çfarë ne ofrojmë. Por, ju thash, unë ju them për të votuar numrin 6 Nisma Shqipëria bëhet si një koalicion midis dy partive që tashmë janë një, sepse është bërë koalicion i zotit Endre Shabani dhe zotit Adreti Klapaj, edhe Pano Sokos, edhe të gjithë të tjerëve, patjetër që jam për këtë, jo vetëm për faktin fizikisht apo në listë jam vetë pjesë e listës. Por sepse nga idetë që ndajnë, mua më bashkon më shumë ky koalicion. Por absolutisht që lufta më e madhe nëse duam që t'japim fund një tranzicioni është votoni të rinjt. Votoni të rinjt, hiqini një fuqi korruptive dhe të pa drejt që të vjetrit kanë. Edhe diçka e fundit, Marcel, është bërë virale gjatë ditëve të fundit një versha e famshme Fanolit Anës Lumenve, e risjell nga ju, sepse ju jeni dhe aktor, mos gaboj. Profesioni im është regjisor dhe aktor. Kështu që e keni recituar në një prej takimeve tuaja, e ka risjell Endri Shabani, kryetari në rrjetet e tij sociale, sigurisht duke ju vlerësuar një vlerësim që ka ardhur dhe nga aktori madh Mirushka Bashi, që ju ka dëgjuar diku. Por ndër të tjera ajo që më bëri përshtypje është përtej linçimeve, sulmeve, sharjeve, përse? Do me thënë, me çfarë e kishin? Me mënyrën se si po recitoje, me mënyrën se si, apo se ishe thjesht pjesë e një force politike? Këtu për herë të parë, bie formati studio dhe unë po i pyes dhe ju përse. Sepse akoma nuk e kam kuptuar vetë. Gjithsesi në këto raste, duke qenë që janë qytetar, unë përpiqem ta kuptoj se nga vjen përseja. Nuk mund ta marr personale sepse me njerëzit që të kanë shkruar as nuk më njohin, as nuk i njoh. Kështu nuk kam asgjë personale, besoj se ata kanë diçka personale. Ishte politike kryesisht? Aty ishte, ne kishim një takim kundërshtar politik? Nuk e besoj, se është kollaj për ta përdorur këtë fjalën e madhe kundërshtar politik. Unë mendoj që
ka një fenomen në Shqipëri. Aty ishte një takim politik pa tjetër dhe ne kemi vendosur që takimet politike t'i hapim në një forum tjetër, t'i hapim me Klodian Kaçani, i cili është tenor, duke kënduar me krenari shumë të madhe himnin kombëtar, dhe duke mbyllur për çdo takim me një poezi. Poezi e cila sigurisht që ka për qëllim ashtu siç dhe vetë fjalimet për të ndezur gjakrat në thonjza në kuptimin e mirë të fjalës, për t'i zgjuar njerëzit, për t'i thënë që vërtet janë 35 vite shumë për t'u zhgënjur, ju kuptojmë, por tërheqja mbrapsht nuk duhet jetë alternativë. Nuk është mundësi. Dhe sigurisht, një moment, një nga ato filmimet, mo janë bërë shumë filmime dhe prandaj dalim, nuk është gabim bëjmë filmime, është linçuar në një nga faqet, e cila është realisht një nga faqet më ekskluzive, më të përhapura në Shqipëri, që unë e falenderoj që kam dalë duke interpretuar një poezi. Jo në PR në kuptimin e kandidim si deputet, po me që nësë unë shkollimin e kam aktor regjisor, e falenderoj që e qoj këtë zëtimin më shumë të qytetarët. Mendoj që i gjithë lancimi poshtë ka të bëj me një farë frustrimi që ne, duke nisur nga unë i pari, në këtë vënd, se si na kanë trajtuar politikat, kemi. Pra, njerëzit ndonjëherë atë inatën e tyre nuk dinë se ku ta nxjerrin dhe përpiqen të kundërshtojnë çdo gjë që del si forcë politike, duke e paragjykuar si njerëz që janë nesër për të vjedhur, për të mashtruar. Dhe i kuptoj ata, nuk i gjykoj, nuk i akuzoj. Kësaj natyre ishin pothuajse të gjitha mesazhet? Po besoj që po, sepse gjithë ishin a do vini kështu ju, pse me recitimin do a keni, ndërkohë para me ishin 2 orë shpalosja e programit. Kjo ishte vetëm për ta mbyllur. Unë prapë i kuptoj, madje i ftoj që meqense kishin komentuar ai shumë, kishin bërë ai shumë like, të vinë fizikisht, ne do të kemi takime tjera në Tiranë, të vinë, unë do ta mbyll gjithmonë me një poezi, me atë nivel artistik që kam, nuk pretendoj që jam unë një nga më të mëdhenjt apo më të ultit, nuk ka rëndësi, unë thjesht kam dëshirën, kam një pasion shumë madh për sa i përket poezisë dhe dua pse jo të kem dhe këtë publik dhe nga poezia. Marcel, falenderoj dhe shumë suksese në këtë rrugtim politik. Faleminderit.